Banori me i ri i shtëpisë se Big Brother VP Albania, De Gimbo ka shprehur hapur simpatinë e tij për Selinin, duke vlerësuar atë si një nga banorët më pozitive të Big Brother VP Albania. Në një deklaratë në dhomën e rrëfimit, ai u shpreh se Selini i transmeton energji shumë të mirë dhe se prania e saj në shtëpi ndihet nga të gjithë banorët e shtëpisë. Është shumë e mirë, ka energjinë e mirë. Unë dal hapur në prime dhe them, Selini është më e mira në shtëpi, u shpreh De Gimbo duke mos e fshehur as pak pëlqimin e tij për banoren. Deklarata e tij u publikua në rrjetin social Instagram të faqes zyrtare të Big Brother VP Albania. Fjalët e tij kanë ngjallur reagime të shumta mes banorëve dhe publikut, duke shtuar kureshtin nëse kjo simpati do të shndërrohet në diçka më shumë apo do të mbetet thjesht një vlerësim për karakterin dhe pozitivitetin e Selinit brenda lojës. Kjo deklarate ende nuk është e dhënë për banorët e tjerë e ende nuk dihet se si do jetë reagimi i Selin. Kujtojmë se De Gimbo është shok i ngushtë me fituesin e edicionit të kaluar të Big Brother VP Albania, Justin.